Tani e vërteta më e re. Jezui mbasi vrau Alketën me letën duri në Aplën dhe me Allahun, sepse Allahu i deshi duri në Aplën letën, që përfundoi në shijak. Mori pjesë dhe duri vogël, morën pjesë të gjithë për të vrarë Alketa, por përfundoi në shijak se fuqia është në trupin e saj. Nuk mund të vdiste, se e futën në varr, por nuk mund të vdiste. Alketa filloi jetën e saj në shijak, ndërsa Jezui filloi jetën e tij. Do rrinte gjoja me Marilyn Monroe, por leta e zotroi, e izoloi. Marilyn Monroe ne futi 12 vite në spital çmendurie, nuk e dija këtë. Jo që gjithë të dashurat mund të ketë çuar në spital çmendurie dhe të tjerat që nuk njihen emrat ende. Dhe leta bëri sikur ndeti ti e imi, tha Jezuit, dhe e lidhi. Jezui ka ndetur i lidhur 50 vite. Jezui nuk ka bërë jetë. E ka zëvendësuar kapobanda e durit, ai me mjegër të zezë, ka ndetë me Nestin. Nuk ka arritur ta shfryejë shumë Nestin, por nuk ka qenë Jezui, ka qenë punëtori i durit si Jezui. Ka luajtur rolin e Jezuit me të dashurat e tij, që ishte Ambra, Marilyn Monroe, mas 12 vitesh, apo e merrnin vetëm për seks. Josefina, Neslihane, Leta është kapobanda e tyre, Alketa Visiu, tutje këtu atje. Nesti nuk e dinte që ishte duri që i urdhëronte të bënte tunelat, ose mirë gjoja marrëveshje. Kur e mori vesh sepse ai gjatë inaugurimit vriste Nestin, kjo është skizofrenia, pasi mbaronte një tunel, ka bërë shumë tunele. Nesti, kur e kuptoi që ishte duri, e vrau dhe i tha duhet rish këtu, gabuam që të çuam Alketën. Duhet të njohim. E vrau, por doli në mënyrë tjetër, pa me tjetër, nuk ka arritur ta njoh. Nuk i ka dalë përballë asnjëherë më. Apo ka dalë? 10 herë. Dhe i thoshe do të vrasë, e kërcënonte. Allahu i deshi shumë fëmijën, e deshi shumë. Gjëja ka jetuar Jurgeni. Atëherë Jurgeni, po Leta ka krijuar video falso, sikur është Jezui ishte i lidhur. Dhe zbuluan se flet Alketa. Po mburret që ka, nuk e di sa muaj kanë këtu, unë nuk e dija që ishte Jezui, që është burim mbi të gjitha, s'ka memori. Memoria që u zgjua më tregoi që është Jezui baba e fëmijëve që kemi në bark. Ka torturuar Jezui me grupin e durit Alketën. Pra, e hequr nga lidhje dhe ka torturuar Alketën. Pra, se kam hequr, unë nga hequr vetë duri. Është tallur me Jezuin. Se do që të flasëm, po e lidhem her pas here dhe do e kem hequr nga lidhje. Ishte mësuar, ishte edukuar që të lidhet ditën me sa duket, e merrte natën. Po mësove që të lidhësh një person, nuk ri do ta mbash pa lidhur. Kështu që ai është mësuar të lidh Jezuin. Është edukuar. E merr vetëm për të vrarë Alketën, për snobizëm, si i thon, për të qitur mend, reklam. Që unë jam fuqi, unë jam i Zoti, unë jam kapo, unë jam gjithësisë. Këtë prioritet ja ka dhënë Allahu, që është i çmendur, i durit, dhe shet mend duke vrarë fëmijët e tij. Si puna e Jezuit që shet mend kur vret Alketën dhe fëmijët e vet. Prandaj Allahu ka marrë fund si fuqi. Nuk do arsyetoj kurrë më. Por le të vazhdoj të shijoj fëmijët e vet. Unë tashmë jam larguar pavarësisht se më kanë vrarë natën, një ditë do marr fund. Do shikoj punën time. Ai le të vrasë fëmijët e tij, derisa mos dalin më, mos i formohet ta dënojë. Po vetëm do vrasë fëmijët. Kjo është jeta e Jezuit, e Jurgenit dhe e infinitit. Brit e bjerë, se do është i dashuruar me durin. Allahu, me Letën dhe me Aplën. Krenohu Jezu që vrave fëmijët dhe gruan. Rri atje, imagjino jetën e bukur, i lidhur.